Gostivari i përjetoi një mbrëmje të paharrueshme të boksit profesionist, duke mirëpritur për të parën herë natën e kampionëve. Organizimi dëshmoi edhe një herë se sporti i nivelit të lartë gëzon mbështetje të madhe nga publiku gostivaras. 8 përballje profesionale të karakterizuara nga rivaliteti, dinamika dhe cilësia mbajtën të ngërthyer sportdashësit gjatë gjithë mbrëmjes, duke krijuar një atmosferë elektrizuese rreth ringut. Ladies and gentlemen, welcome to the night of the champion! Spektaklin e hapi boksierja shqiptare nga Malësia, Leona Fetaj, e cila zhvilloi një paraqitje mbresnëse dhe mposhti kundërshtaren nga Kosova me nokaut teknik në raundin e dytë, duke ndezur entuziazmin e publikut. Fitore të rëndësishme regjistruan edhe Duran Hasani, Leonard Lima Abazi dhe Lulzim Ismaili, të cilët me performancët e tyre konfirmuan përgatitjen dhe potencialin e madh të boksit shqiptar. Kulmi i mbrëmjes ishte dueli kryesor me Senat Gashit dhe kundërshtarit e tij nga Gjergjia, Levan Lukuntashvili. Gashi dominoi që nga gongu i parë dhe mbylli sfidën me një nokaut spektakolar në raundin e parë, duke vullosur një fitore të madhe dhe duke ngritur në këmbë publikun e pranishëm. Organizatori dhe promotori i aktivitetit Nevria Demi, së bashku me klubin e boksit Shkëndia në Ulimit, u shprehën të kënaqur me organizimin dhe pjesëmarrjen e madhe të publikut, ndërsa premtuan se nata e kampionëve do të rikthehet vitin e ardhshëm me një spektakël edhe më të madh, me synimin që Gostivari të mbetet një nga qendrat më të rëndësishme të boksit profesionist në rajon.